Për mbrëmjen e maturës. Nuk e di. Thjesht nuk imagjinoj dot veten të shkoj me dikë që nuk është fantastikërisht një yll rroku. Po ti Rajna? Të them të vërtetën, në këtë pikë do të shkoja me këtë qoftë ose me çfarë do qoftë. Dëshiron të shkosh në mbrëmje me mua? Shtuku! I shkreti farva. Hoplala, gabimi im. Syrim! Më fal, më lejo. Mos. S'ka gjë, mjaft të bëre deri tani. Që sot e tuti do të njerëm si Marian Gordalashi që rëzon tabaka. Dhe Gordalaqa që të gotet në fytyrë me tabaka dhe Gordalaqa që të shkel mbi kam. Fishkëlluese antenash. Unë jam Megi dhe kjo është Rajna. Unë jam Maria. Nuk të zë syri shumë flutura monarke në këmbëgjitur në këtë periudhë të vitit. Babaj ti erdhi në majtë të hundës ajo puna e emigrimit. Amerika e Jugut, Amerika e Veriut, nga Amerika e Veriut në Amerikën e Jugut. Do me thënë, ç'kuptim ka? Largoni njerëz, po kalon bukuria. Hap në rrugën për bukurin. Okej, shumë mirë. Hej, Doni, ç'është kjo gumëzhin? Po ushtroj të drejtat e mia si vajza më e adhuruar dhe më e famshme e shkollës. Ka ndonjëri ndonjë problem këtu? Jo, në fakt merr drekën time. Merr çantën time. Urdhëro, merr pantallonat e mia. Më preku pantallonat. Sot u bëra burr. Kjo nuk është gjë para asaj që do të ndodh kur të kurorëzojmë mbretëresha e mbrëmjes. Atëherë do të më mbajnë klas. Miza do të më plotësojnë kapriçot e mia dhe do të jem e famshme kudo që do të shkoj. President Gumëzhima, publiku kërkon të di pozicionin tuaj mbi problemin e pesticideve. Mos fol, jo tani. Hiqe nga mendja Doni, unë nuk përkulem përpara teje. Do të përkulem unë, do të puth këmbët, do të pi ujin me të cilin je lar. Jetoje jetën, shok. Duhet të gjej një mënyrë për të mos e lejuar Donin të bëhet mbretëresha mbrëmjes. Nëse mendon se është tani e padurueshme, vetëm prit. Megi, të kam dhënë deri tani një 20 ide. E di, por janë të gjitha të paligjshme. Në rregull, si mendon për këtë? E di që është pak e tepruar, por më dëgjoj një herë mirë. Si mendon ta lidhim pas një rakete? Por në këtë mënyrë e dërgojmë në një galaksi tjetër. Okej, nuk jam shumë e lidhur pas galaksis tjetër, por puna e raketës mund të funksionojë. Ajo është e bukur. Megi, po dëgjon gjë harpe? E gjeta Rajna, do ta bëj Marian të kandidoj kundër Donit për mbretëreshën e mbrëmjes. Në rregull. E bukur kjo, por Megi, ku po shkon? Hey Maria, unë dhe Rajna po mendonin se ndoshta do të pëlqente të nominoheshe për mungesat. Unë dua të them që të gjithë do më shkojnë mua, po sikur të thoya gabim një emër si Snyder në votë Snyder ose Bastey në votë. E kam atë djalin e raketës në linjë duke pritur. Haroja atë Rajna, Maria është vajza jonë. Vetëm duhet të tregojmë pak i leqar, vetëm kaq. Faleminderit shumë Megi që më ftove. Nuk kam qenë në festë të tillë më parë.
parë në jetën time, kur do t'i veshim pijama dhe të zjemi me jastok? Më vonë, por në fillim, si thua si kur të tregullonin flokët dhe Jo fytyrën? se ne duam që ti të konkurosh për mbretëreshën e mbrëmjes. Oh, godit se qunjësh. Se më tregojni kaq të mira me mua? Kjo nuk është ndonjë hile, apo jo, vajza? Jo, unë këto të mundësh kur ta bëja një gjë të tillë. Që ti të kandidoje për mbretëreshën e mbrëmjes. Mos vallët më duhet të kërkoj të largohesh. Tanina duhen vetëm disa feta sallatori për sytë e tu. Pra nejse, unë i thot asaj, unë i them. Faleminderit për festën, vajza. Jam shumë e lumtur që më në fund kam shoqe të vërteta. Dhe shoqja e ne jemi. Duket vërtet shumë e bukur, Maria. Seriozisht? Mos bëni shaka. Unë nuk mund të krahasojmë kur me ju, vajza. Këmbët tuaja me qime, putret tuaja ngjitse, gojët tuaja sfungjerore. Dhe diçka tjetër. Rajna dhe unë duam të luajmë një lojë të shohim se kush mund të zgjas më shumë pa për asgjë. Të luaj dhe unë, më pëlqej shumë Lora. Sigurisht, në rregull. Si thua, sikur të luanim kur zgjat më shumë, pa kërhitur dhe kush qesh, Ose pa kruajtur dhëmbët. ose pa varur krahët. Ose pa rrëzuar tabakat e njerëzve. Të luajmë utsa. Fillojmë edhe një herë, vajza, fillojmë. Kush ishte ajo? Nuk e di, por jam e sigurt se do të ishte një mbretëresh fantastike e mbrëmjes. Në fakt mund ta nominoni atje. Urdhëroj një fletë votimi, fute në koti, i numërojën vetë të gjitha këto. Të lutem, kalon para meje. Edhe para meje. Meri pantallonat e mia. Vini re student, votat u numëruan dhe kandidatët finalist për mbretëreshën e mbrëmjes janë Doni dhe Maria. Maria kush? Si mendon se do të reagoj Maria për këtë? Mos e shqetëso, do të jetë shumë mirë. Do të jesh fantastike, Maria. Duhet vetëm të qetësohesh. E si mund të nominohet ajo humbameno? E di ti do të fitosh patjetër, e di. Pa dyshim, edhe po nuk fitove, ne do transferohemi me ty. Po, unë nuk dua të rrezikoj as pak, më sillni krimpat. Dua që ju djema të gërmoni pislëk mbi të. Hey, shiko, është drejtori Pestrip. Le të fillojmë. Dhe tani ka ardhur momenti për të nominuara të bëhet votimi përfundimtar. E para Maria. Maria, ku je? Eja tani, kjo është mbrëmja ime, njerëz. Unë nuk desha kur gjithë të vëmendje, kam nevojë vetëm për disa miq të sinqertë dhe të besuar. Dhe është ajo që ke. Të shoqe të sinqerta dhe të besuara pas një lloj programi. Tani mos u kthe pa kurorën këtu. Shkemi? Tu gjatë jetat të gjithve. Ne të duam ty, Maria. Hey, ai është djaloshi im me pantallona. Dua të falenderoj të gjithë juve që më keni votuar edhe faleminderit që më la të kaloja përpara në radhën e drekës, ishte vërtet e këndshme. Dhe tani e ka radhën Doni. Ora! Bashk insektet e mia, dua vetëm t'ju them se do të jem një mbretëresh fantastike dhe me mua nuk ka asnjë të fshehtë. Jo si kundërshtarja ime. Më vjen keq t'ju them se këtë pamje kishte Maria jonë e vogël para se të vinte këtu. Çfarë vemjeje që është? O, Maria, më vjen shumë keq. Nuk e dija që Doni do të bënte një gjë kaq të ulët. Megi, unë e dija që kjo ishte një ide e keqe. Oh, prill shpoese. Prit një sekond, Megi, ose ishte që ideja jote që unë të nominohesha? E di, unë po flisja në telefon me atë tipin e raketës, por ti the, ja, ne s'mund të veprojmë me një raket. Gjatë gjithë kësaj kohe mendova se ju më kishit vërtet qef, por ju po më përdornit mua për qëllime tuaja egoiste për të marrë hak ndaj Donit, apo jo, vajza? Por ne të kemi vërtet qef, Maria. Ne thjesht të përdorëm për qëllimet tona egoiste përpara se ta kuptonim. Tani fali ju shumë bëra qesharake, unë doja vetëm të përshtatesha dhe tani jeta ime u shkatrua.
Para se ta gjykoni Marian, dua t'ju them. Sigurisht që ishte shëmtuar kur ishte e vogël, por a ka qenë ndonjëherë kështu? Tamam, kjo është një foto kur isha bebe. As mos më thoni se as ju nuk keni qenë femje dikur. Hey, si ju duket e imja për qesharake? Me sa duket ne kemi më shumë të përbashkëta nga të mendonim. E kupton, Maria? Askush nuk do t'ja di se si ke qenë kur ishe larvë. Ha pra më thoni, si mendoni? Tani sa po më dha rezultatet përfundimtare. I numrova vet unë. Dhe mbretresha jonë e mbrëmjes është Doni. Ura! Çfarë? Ndonjëherë nuk numëroj edhe aq mirë. Ku është kurora ime? Ku është karagjozi imi o bordit mbretëror? Ku është parata ime këtu? Më duket se pra Marian të heq kaq shumë për asgjë. Unë nuk jam dakord. Shiko, të paktën ajo përfundoi me dikë. Dhe unë ngela vetëm përsëri. Do kërcesh me mua? Okej, në rregull. Kujdes duar. Për t'ju kujtuar, për sigurinë tua, ju lutem bani këmbët në vagonet gjatë gjithë kohës. Fëmi, a nuk është bukur të largohesh nga monotonia një herë në kaq kohë? Është vërtet një kohë e kaluar bukur me familjen, apo jo, Megi? Ik fluturo, po më Në të shqetëson. majtën tuaj, një nga tmerret më madhështore që mund t'ju ofroj bota njeriu. Goja e Zotit Sismo që hapet për gjumë, Forbula, lugina e frymës, gurmazi i gjatë dhe gjarpërues, 12 niza që njihen se kanë fluturuar drejt fundit të tyre. U bën 113. Çfarë kafshe? E të mërshme. Hej, shiko, ato miset atje kanë mikrobe shtëpiake. O, babi, a mund të kem dhe unë një mikrob shtëpiak të tërin për vete si ato misat fatlume? Në asnjë mënyrë, jo. Nuk kemi nga ato mizane që mbajnë mikroben, ne të kemi rritur shumë bukur, bi. O, të lutem, babi, do të më bënte totalisht shumë të lumtur. Po të kisha mikrobin tim shtëpiak, do ta përqafoja. Do ta vishja bukur. Do t'i bëja një shtëpi të veçantë. E dëgjove babin? Mikrobet janë krijesa të pista. Ti e di që nuk mund të çosh asnjë mikrob në Po banet. shiko, atje ka disa që kanë nevojë për një shtëpi. Sa e trishtuar. As mos e çon ndërmend, bi. Në rregull. Ups, nuk mund të mos mendoj. Hej, ti nuk duhet ta bësh këtë. Tepër vonë. He, njerëz, më shikoni, po më han të gjallë. Hihi. Ha, sa udhëtim fantastik, apo jo, fëmi? Edi, knajsi e vërtet më pëlqeu, më vjen keq që mbaroj. Dhe për ku po shkon me kaq nxitim, zonjushe? Në banjë, nuk mund të shkoj kur në tualete publike era. Fiu. Sa që
çuditshme. Era e banjove publike më kujton gatimin në shtëpi. Papert. Del për jashtë, ti mikrobi vogël bukurosh. Tani, mikrobi vogël qetësohu. Si mund të bëj prindrit të pranojnë nëse ti nuk më lë të bëj një banjë të mirë? Ata mendojnë se ti je një krijes e vogël dhe e pisët. O zot, ti qënë ke një djelosh lëmujshëm. Është koha për banjën tënde bukurosh. Ma duket se në fillim do të duhet pak stërvitje. Gjë e parë që do të na duhet në programin tënd të stërvitjes është ushqimi, të shpërblej kur sillesh mirë mikrob. Krivatim! Eto, mendoj se nuk do të marr uria me këtë për pak kohë. Shtriu mikrob. Ta tha shtriu. I mykur sa duhet gati për të ngrënë. Ku është krevati jot, Megi? Edi, nuk jam aq e sigurt se ka qenë një krevat këtu. Aha, edhe kjo është dhoma jote e gjumit? Po, duhet të gjejmë një emër tjetër. Dhe dua që të fillosh të përdorësh letrën kur shkon në banjë. Mikrob! Të vjen keq. Më fal. Wow, mikrob i zgjuar. Urt mikrob, urt. Bëll më të roqe, bëll më të roqe. Mjaft, mos varite, mjaft. Mikrob i keq, mikrob shumë i keq. Turp. As mos më shiko ashtu më. Nuk ka për të funksionuar më me mua, jam e imunizuar. Duhet të ketë një mënyrë që të bëj të sillesh mirë, sikur ta kuptoja se cila është. Doobie-doobie-doo. North, south, east, west, you're the one I love the best. You'll always be a friend to me. You're everything a friend could want, my cuddly little confidant. You're everything from A to Z. Wherever I go, that's where you are. When I'm in a jam, you open the jar. You'll always be a friend to me. Shiko, paduar! Ups, gabimi im. Kjo ka qenë dita më e mirë ndonjëherë. Në fakt, do të fluturoj te dyqani i kafshëve që tani për të marrë mikrobit tim të vogël një surprizë. Sillo mirë, mikrob. Mikrob. Megi Peski! Zonjush, jemi shumë të nervozuar. Edhe unë, Papert, ti e sollat mikrob në këtë shtëpi? Jo, betohem, ju lutem, më besoni. Por... Në rregull, do të bie të flepangrën, por nuk mbaron me kaq. Megi, a nuk të thash të mos e sidhe atë insekt të bekuar në shtëpi, Por unë e pastrova dhe kam stërvitur shumë mirë. E po thuajse. Kam gjituri nuk I lejon mikrobet, Megi, të paktën jo ata që sëmurin njerëzit. Ne mizat e kemi namin e keqëshu që mjafton me kaq. Njerëzit na fajsojnë gjithmonë ne për përhapjen e mikrobeve, është shumë e sikletshme. Më vjen keq. Do ta çosh atë mikrob aty ku e gjete që nesër në mëngjes. Dhe fundi I diskutimit kaq. Në rregull, do ta kthej mbrapsht. Për mikrob dua të di që unë. Mikrob! Theu këtu me një herë, zonjush, O, zoti madh! Një mikrob I egër vjen vërdall në kam gjitur! Thrisi skuadrën ATS! O, të kuptova! Skuadra Alfa, shko! Skuadra Omega, pozicionohu! Mos haro, Jimmy, nëse nuk them, ti je burri shtëpis.
Lëvizim! Gjethi, kemi një mikrob djalosh të ri, jeshil, s'ka shenja të dukshme, mendohet jetë infektues. Vini re, në këmë gjitur ndodhet një mikrobi egër, mos u trembi. Dakor, mos u trembi kaj shumë, e përsëris, mos u trembi kaj shumë. Po vjen, largohuni që këtej. Basti, e godisti me disinfektues. Era pish. Dërgoni mushkonjat. Dal, ju nuk e kuptoni atë. Ka fazin. Ku po e qoni? Ati ku e ka vëndin, zonjush. Më lini ta bëj unë, ju lutem. E di që është i gjithë faji im, por dua një mundësi për të rregulluar gjërat. S'ka gjë dashur, vazhdo. Mikrob, më vjen keq. Mendova se ti kishe nevojë të rije me mua, por gabova. Prandaj të solla këtu, të lë të lirë. Prit, nuk mbarova. Më vjen shumë turp. Vërtet, po mendoja vetëm për veten time dhe atë që doja unë. Edhe një gjë të fundit, mos marrë kur, në rregull, budalla i vogël. Okej. Në rregull tani. Shko, vetëm shko. Shko! Qëro të uri! Mirë ti bëhet ati njeri.